të librit akademik dhe shkencor, siç e theksuam një bashkëorganizim I 2 akademive të shkencave me pjesëmarrjen e mbi 40 institucione kërkimore shkencore nga gjithë hapësira mbarkombëtare, Shqipëri, Kosovë, Malezi dhe Maqedoni e Veriut. Kemi kënaqësinë që në mënyrë të veçantë këtë vit në këtë panajir të na bashkohet edhe Banka e Shqipërisë, ose siç themin ne Banka Kombëtare e Shqipërisë. Është një kënaqësi zënia Elisabeta, besa që ju kemi sot këtu. Për ju dëshiroj të them që Akademia e Shkencave ka një bashkëpunim thelbësor me Bankën e Shqipërisë në disa aspekte, pavarësisht se ai është institucioni më I rëndësishëm financiar në vend. Banka me vizionin e saj ka orientuar do ta quajmë politikë të qëndrueshme në promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore kombëtare në disa aspekte, por në mënyrë të veçantë në ngritjen pranë saj të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, që do ta quaj është një bizhu në listën e muzeve të institucioneve të pavarura të Shqipërisë, që konkuron dhe muzeet më të mirë kombëtar në vend. Dhe në këtë kuadër, përmes muzeut, përmes një drejtorie të posaçme që merret me kërkimin dhe me promovimin e shkencës brenda Bankës së Shqipërisë, Banka ka bërë të mundur ndër vite që të realizojë dhe të publikojë disa vepra nga më të rëndësishme do ta quaja në fushën që ajo mbulon, dhe njëra prej tyre është edhe vepra e Aristotel Panos, profesor Aristotelit nderuar, Sistemi Monetar Shqiptar dhe institucioni I Bankës Qendrore në Shqipëri, që u botua me rastin e 100 vjetorit të krijimit të bankës. Kështu që kemi edhe një herë kënaqësinë të urojmë mirëseardhjen kolegëve të bankës. Besa, fjala është për juve. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për interesin e treguar për librin që ne do të promovojmë sot. Kam kënaqësinë dhe nderin që të prezantoj për diskutimin mbi librin e profesor Aristotel Panos, Sistemi Monetar Shqiptar dhe Institucioni I Bankës Qendrore në Shqipëri 1912-2025. Dua të bëj një sqarim këtu, se sigurisht ju të gjithë e dini që fatkeqësisht profesor Pano nuk ishte në jetë në vitin 2025, që kapitulli I fundit është thjesht një raportim I Bankës Qendrore mbi zhvillimet e institucionit ton për 10 vjeçarin 2015-2025. Pra libri profesor Aristotel Panos ndalon në vitin 2014. Kjo ishte një zgjedhje e bërenkas prej nesh, sepse guvernatori nuk donte që profesori të shkruante mbi Bankën Qendrore në vitet që ai e ushtronte mandatin e tij. Ky guvernator që është ende në detyrë, duke e njohur karakterin e tij shumë të ndershëm intelektualisht, nuk donim që të kishte, si të themi, asnjë pengesë për të shkruar kritikat e tij edhe për mandatin e vitit 2015 e mëtej që ende vijon. Për këtë arsye ne vendosëm që librin ta ndalonim në vitin 2014, kur mbaroi mandati më parshëm. Mbi këtë libër do të flasë zonja Elisabeta Gjoni, ish zëvendës guvernatore e parë e Bankës Shqipërisë, po ne në bankë I kemi titujt si titujt e diplomacisë gjithmonë, për ne një guvernator ose zëvendës guvernator është gjithmonë e mban titullin e tij për herë. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar akademik dhe shikoj dhe shumë miq të nderuar të njohur prej vitesh këtu. Faleminderit për pjesëmarrjen. Është kënaqësi dhe ndihem shumë e nderuar sot që ndodhem në Akademinë e Shkencave për të folur mbi librin e profesor doktor Aristotel Panos, Sistemi Monetar Shqiptar dhe Institucioni I Bankës Qendrore për periudhat 1912-2014.
Ky libër votohet në kuadër të shënimit të 2 përvjetorëve të Bankës së Shqipërisë, 100 vjetorit të themelimit të vetë institucionit bankës dhe 100 vjetorit të hedhjes në qarkullim të monedhës së parë kombëtare shqiptare. Jemi shumë mirënjohës profesorit, por gjithashtu edhe familjes, që na besojnë ne Bankës së Shqipërisë dorëshkrimin e tij mbi historinë e monedhës, historinë monetare dhe bankare shqiptare. Profesori ka qenë një nga bashkëpunëtorët dhe këshilltarët më elitar të bankës sonë qendrore që në themelim të saj. Ndërsa për sa i përket Bankës së Shqipërisë, them që nuk mund të kishte zgjedhje më të goditur e më prestigjioze për botimin e kësaj vepre në rastin e këtyre 2 ngjarjeve pikante për neve në historinë e bankës tonë. Për mua është veçanërisht prekse të flas sot për profesorin, sepse e kam njohur jo vetëm si figurën më të shquar të mendimit ekonomik shqiptar, si pedagogun, si mësues të vërtetë dhe si mentorin që më la gjurmë të thella në formimin tim intelektual, duke u materializuar me një miqësi të vërtetë. Për mua është veçanërisht nder gjithashtu të bëj këtë prezantim në Akademinë e Shkencave. Përpara se të kaloja te vepra, do doja të theksoja disa tipare mbreslënse të profesorit, megjithëse shumica prej nesh mund ta kenë njohur. Profesor Pano i përkiste asaj plejade të rrallë dietarësh që nuk mjaftoheshin me përcjelljen e njohurive. Ai formonte mënyrën e të menduarit tek ne, në auditor, por edhe jashtë, të jepte ndjesinë se ekonomia nuk është thjesht disiplinë formulash, termash, skemash, shifrash, por një mënyrë për të kuptuar më qartë shoqërinë, shtetin, zhvillimin dhe vetë njeriu. Mësimet e tij karakterizoheshin nga thellësia konceptuale, një përpjekje e vazhdueshme për ta lidhur teorinë me praktikën, ekonominë me realitetin shqiptar, ekonomik shqiptar. Për studentët e tij ai ishte një profesor, më shumë se një profesor, ishte udhëzues, një figurë që të shtynte të ishte më i përpikt, më kërkues ndaj vetes dhe më i ndershëm në marrëdhënie me dijen. Kishte vokacionin që nuk ndalet te mësimdhënia, por vijon në formimin e të rinjve, në nxitjen e tyre për të menduar vetë, për të kërkuar më shumë dhe për të marrë seriozisht punën intelektuale. Ashtu siç e citon diku guvernatori, ai parapëlqente të quhej mësues dhe jo profesor, sepse siç shpreh, mua më ka pëlqyer kjo shprehje, prandaj po e citoj, mësuesi është ai që mbill dijen dhe shpresa që dikush do marr frute nga ajo është një gëzim shumë më i madh për atë që e mbjell. Shumë e bukur në pozitën e tij të mësuesit. Prandaj ndikimi i tij nuk qëndron vetëm te tekstet, studimet, botimet që la pas, por mbi të gjitha brezat që ai formoi, te kultura profesionale që mbolli dhe tek ndershmëria intelektuale që e shoqëroi gjithmonë dhe u përpoj ta trashëgonte. Për shumë prej nesh, ai mbetet shembull i ekonomistit më të plot, i kulturuar, i kthjellët, i guximshëm në mendim dhe i përkushtuar ndaj së vërtetës shkencore. Ai ishte një mentor që nuk i gjendet i dyti. Nëse edhe shumë prej nesh e mbajnë mend, ne pavarësisht një kontributi të thjeshtë që mund të jepnim në grumbullim të dhënash për punim statistikor, ai të vinte emrin bashkëpunëtor, bashkëautor, e shkruante përpara emrit të tij në votimet, me gjenerozitetin më të madh dhe me stimulin më të madh për ne. Nuk ishte kaq e zakonshme kjo. Pikërisht për këtë arsye, ta kujtosh sot profesorin, do të thotë të kujtosh jo vetëm emrin më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, por një mësues në kuptimin më të lartë të fjalës. Ai ishte një kërkues shkencor i vërtet, kishte tipare të spikatura të një kërkuesi të vërtet shkencor, një fuqi analizuese analitike, që i jepte zë shifrave, i jepte ngjyrë dokumentave të plurosura të arkivave. Ai bënte përgjithësi me e jep kontribute të pasura teorike dhe shkencore, duke ruajtur gjithnjë një mendim të tij individual. Autoriteti i tij shkencor kombinoi dhe me tiparet e një njeriu që dinte të dëgjonte, të mbështeste dhe të frymëzonte. Si një shkencar objektiv mund ta mendonim një njeri të ftohtë, por jo, ai ishte shumë emocional, ai ishte human. Si njohës i shkëlqyer i teorisë së paras në ligjëratat e tij,
Ai njëkohësisht nënvizonte se ka vlera njerëzore si ndershmëria, integriteti, familja, të cilat nuk mund të maten me logjikën e tregut, nuk mund të zëvendësohen nga paraja. Ai ishte gjithmonë i ndjeshëm dhe në qëndrimet e tij ndaj drejtësisë sociale. Një tipar tjetër i profesorit ishte gjuha që përdorte. Ai kishte aftësinë e rrallë që konceptet më të ndërlikuara t'i bënte të kuptueshme, pa humbur asnjë thellësi të tyre, gjë që e bën vetëm një mendje e ndritur, e qartë dhe strukturuar. Një tipar që të bënte përshtypje dhe që unë gjithnjë isha impresionuar ishte që ai dallonte më fort dhe që dalloi fort ishte gatishmëria e tij jashtëzakonshme për të përthithur i pari konceptet, debatet, zhvillimet ekonomike të kohës, jo vetëm në Shqipëri, kudo në botë. Ai kishte ndjeshmëri të veçantë ndaj asaj që ndryshonte në mendimin ekonomik dhe ndaj asaj që po ndodhte në realitetin konkret. Nuk ishte një ekonomist që përsëriste formula të gatshme, ishte një mendje e gjallë, vigjilente, analitike, që dinte t'i kapte i pari evoluimet e reja, mendimet, t'i kthente ato në analiza dhe në vepra studimore. Më kujtohet në krizën e 2008-s, kishte më shumë fakte, ngjarje, zhvillime, akoma nuk kishte erdhur faza e analizave, vazhdoi kriza për sa vite. Profesori prodhon një paper ku në mënyrën më të bukur, më strukturore, rëndit faktorët, zhvillimet, dhe më tej koha i vërtetoi të gjitha sa të sakta ishin ato shkencërisht. Çdo gjë që zhvilloje, ai me një shpejtësi e përthitër, me gjuhët, me aftësinë që kishte dhe prodhonte dokumenta të një cilësie të shembull për të gjithë. Kjo marrëdhënie e ndërtuar mbi respektin për dijen, për seriozitetin e punës shkencore, për ndershmërinë intelektuale, më bën edhe më të lehtë për njëkohësisht edhe më të përgjegjshme prezantimin që të bëj sot për librin. Ky punim është një punim unikal. Ne kemi shumë autorë që kanë shkruar nga ana historike për sistemet monetare, paran, bankën, por për periudha të shkëputura, që nga profesor Kristof Rashëri, që nga Ilias Fishta, Dimitër Paskali e të tjerë, por një punim i tillë unikal me një rrjedhshmëri për të gjithë periudhën dhe për gjithë anën institucionale arkitekturore të ngritjes të autoritetit monetar që zhvillon sistemin monetar, është i vetmi, unik dhe me vlera të pakrahasueshme. Libri është i strukturuar kronologjikisht dhe mbulon periudhën, siç e tha Besa, 1912-2014. Një nga cilësitë më të dukshme të veprës është se ajo nuk nis menjëherë me ngjarjet në Shqipëri, por si rasti izoluar, por me një kontekst të gjerë me zhvillimet europiane. Ky zgjerim metodologjik ka shumë rëndësi, sepse e bën të qartë që historia jonë monetare duhet kuptuar si pjesë e një zhvillimi më të gjerë europian, ku moneda, kredia, banka dhe shteti ecin së bashku. Më pas, libri ndalet e gjendja ekonomike monetare e Shqipërisë para vitit 25, duke trajtuar përpjekjet e shtetit shqiptar për të krijuar një rregull monetar dhe për të ngritur institucione që mund të mbështesnin zhvillimin ekonomik. Ky kapitull tregon se një bankë qendrore nuk lind në boshllok, ajo vjen si përgjigje ndaj nevojave të qarkullimit, të kreditimit, të konsolidimit fiskal dhe lidhjeve ekonomike. Një kapitull qendror i kushtohet Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe veprimtarisë të saj në vitet 1925-1939, ku trajtohet vendosja e institucionit në rolin e bankës qendrore. Në vijim, një pjesë e rëndësishme trajton krijimin dhe veprimtarinë e Bankës së Shtetit Shqiptar në periudhën e ekonomisë së komanduar, 1944-91. Autori e ndan këtë periudhë në 4 etapa: në stabilizimin pas luftës 44-46, lindjen e ekonomisë së komanduar 47-61, zhvillimin ekonomik 61-80 dhe kolapsin e viteve 85-91. Ky strukturim e ndihmon lexuesin të kuptojë se si ndryshon roli i paras i bankës kur ekonomia drejtohet nga planifikimi qendror, si formohen incentivat dhe pasojat që sjell një shkëputje e zgjatur nga mekanizmat e tregut, veçanërisht në fund të viteve 80, kur krizat reale ekonomike dhe presionet shoqërore krijuan një pikë kthese.
Për të plotësuar ufimin historik me zhvillimet më të afërta, botimi përfshin edhe një kapitull shtesë, derisa e theksoj nga Banka e Shqipërisë, për periudhën mbas 14 deri në 100 vjetorin që bëhet, më tepër me fakte edhe statistika që për çdo studius të jetë një këndvështrim mbulimi i gjithë periudhës. Në punim evidentojnë qartë kontributi teorik e shkencor, përveç atij historik, se paraja nuk është vetëm një mjet këmbimi. Ajo është institucion, ajo është besim, ajo është një nga shprehjet më të dukshme të sovranitetit. Në traditën e mendimit ekonomik që nga Adam Smith e tek Friedman, paraja nuk është parë kurrë si një element thjesht teknik. Ajo më parë si një e rendit ekonomik dhe si një nga kushtet themelore të stabilitetit, vazhdon ta ketë këtë koncept dhe këtë fuqi. Në këtë kuptim, historia monetare e Shqipërisë nuk është periferi e historisë kombëtare. Ajo është pjesë qendrore e saj. Do t'i bie pak më shkurt që të lëvonte për një diskutim. Libri e shpjegon mirë se mungesa e një monede kombëtare dhe një institucioni që ta administrojë atë e linte Shqipërinë në një gjendje pasigurie strukturore dhe gjatë ditë analizës që bën para vitit 1925. Profesor Pano ka jo vetëm vlera historike me këtë vepër, por dhe një sër vlerat shkencore dhe teorike. Ajo na mëson se paraja nuk është thjesht pasojë e shtetit, por është kusht i funksionimit të tij. Në këtë rrjedh, themelimi i Bankës Kombëtare të Shqipërisë në 25-ën shfaqet si një moment themelor. Për herë të parë krijohet një institucion që lidhet me emetimin monetar, me organizimin e qarkullimit, me përpjekjen për të vendosur një rend financiar më të qëndrueshëm. Por merita e autorit është se ai nuk e paraqet këtë moment si një triumf të thjesht institucional. Ai ruan masën e studiusit dhe vendos këtë zhvillim në lidhje me kurrëzimet konkrete të kohës, me kapitalin e huaj, me rrethanat politike, me kufijtë e autonomisë reale monetare. Në këtë pikë, libri ngre në mënyrë të tërthort një pyetje themelore, deri në çfarë mase institucionalizimi monetar i Shqipërisë dhe asaj kohe përfaqësonte ushtrim të plotë të sovranitetit dhe deri në çfarë mase ishte sovraniteti i kufizuar. Pra periudha 25-39 mund të lexohet si faza e parë e rendit monetar shqiptar, por një rend që ndërtohet në kushte të ndërvarësisë dhe jo të autonomisë së plotë. Kjo nuk ja ul rëndësinë historike, përkundrazi ja shton vlerën interpretative. Sepse tregon se historia monetare e vendeve të vogla shpesh nuk është histori e sovranitetit të pakufizuar, por histori e një përpjekje për të ndërtuar instrumente kombëtar në një hapësirë të kufizuar veprimi. Këtu qëndron edhe rëndësia e Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Ajo shënon kalimin nga mungesa e qendrës monetare të krijimit të saj, nga shumëllojshmëria e monedhave të huaja në një rend të unifikuar, nga pasiguria e qarkullimit të rregullimi institucional. Po me aq rëndësi është fakti se kjo periudhë nuk duhet parë vetëm nga këndvështrimi i emetimit. Në kuptim më të thelluar monetar, ajo është periudha kur shtrohet për herë të parë çështja e marrëdhënies midis monedës, kreditit, financës publike dhe vetë ndërtimit të shtetit. Në çdo ekonomi, në formim, pyetja monetare është dhe pyetje politike. Kush e garanton vlerën e monedës? Kush e administron emetimin? Kush përfiton nga kredia? Kush mban barën e disiplinës financiare, fiskale? Libri i profesor Panos të fton ta lexosh këtë periudhë pikërisht në këtë dritë. Periudha e pushtimit e luftës, ashtu si trajtohet në vepër, është dëshmi se sistemi monetar nuk mund të shkëputet nga rendi politik që e mbështet. Në librin e profesorit, ajo tregon se historia monetare është një histori e mënyrës se si pushteti ushtrohet mbi ekonominë. Pikërisht në këtë periudhë moneda kombëtare franga-ar humbet paritetin me arin, duke u vendosur në një regjim të fiksuar të lirës italiane. Vlera e librit të profesorit qëndron edhe në faktin se ai nuk e paraqet zhvillimin monetar shqiptar si një histori lineare modernizmit, po si një histori të ndërprerë, të kushtëzuar dhe shpesh të ekspozuar ndaj lëkundjeve të forta të rendit politik. Dhe kjo për mendimin tim është një nga cilësitë më të mira të tij studiuese. Libri
Po aq i rëndësishëm është dhe trajtimi i periudhës 44-91, pra i ngritjes dhe funksionimit të sistemit monetar në kushtet e ekonomisë së centralizuar. Kjo është një nga pjesët kur libri profesor Panos fiton një peshë të veçantë interpretimi, sepse ai nuk e sheh këtë periudhë thjesht si pasim të një ndryshimi politik, po si zhvendosje të vetë kuptimit të paras në ekonomi. Me krijimin e Bankës së Shtetit Shqiptar dhe me vendosjen graduale të ekonomisë së komanduar, paraja nuk mbeti më një instrument që linte dhe merrte kuptim nga shkëmbimi i lirë, nga konkurenca apo nga sinjalet e tregut. Ajo u përfshi në mënyrë organike në mekanizmin e planifikimit qendror, duke u bërë pjesë e një arkitekture ku shteti përcakton prodhimin, shpërndarjen, çmimet, pagat, kreditin, ritmin e vetë akumulimit ekonomik. Në këto kushte funksionet klasike të paras nuk zhdukeshin formalisht, por ndryshonin thellësisht në përmbajtje. Libri e bën të kuptueshme se në kushtet e ekonomisë të komanduar, banka nuk mund të ushtrojë funksionet e saj, funksionet e një banke qendrore në kuptimin e sotëm të fjalës. Ai nuk është institucion i pavarur që orienton politikën monetare kundrejt inflacionit, kundrejt ciklit ekonomik apo pritjeve të tregut. Kjo do të thotë se dhe krediti, emetimi, qarkullimi monetar, vetë marrëdhënia ndërmjet paras prodhimit i nënshtrohen logjikës së planit. Më duket se më fal. Nga thellimet më të bukura që nxit ky libër është të kuptosh se historia monetare e Shqipërisë nuk është vetëm histori institucioni, por historia e ndryshimit të vetë funksionit ekonomik të paras. Profesori përshkruan dhe ilustron me qartësi të admirueshme qarkullimin monetar në një ekonomi të centralizuar me çmimet kontrolluara. Pikërisht këtu shfaqet një nga cilësitë më të veçanta të profesor Panos, aftësia për të sjellë me qartësi, thjeshtësi, saktësi koncepte hermetike, duke i kthyer në të prekshme pa ja humbur asnjëherë thellësinë analitike. Nëse do ta përmblithja me një fjali, do të thoja se libri i profesor Panos na lejon të shohim 3 faza të mëdha të kuptimit të paras në Shqipërinë moderne, nga lindja e Bankës Kombëtare deri në fund të luftës së dytë botërore. Paraja krijohet si një instrument i besimit dhe i përditshmërisë. Lidhja me arin dhe me lirën italiane presupozohej të krijonte besim, ndërkohë që nën fishi i frangës së art leku i shërbente pagesave të vogla të familjes shqiptare. Në periudhën e ekonomisë së centralizuar, paraja është krejtësisht instrumenti i planit. Në tranzicionin e viteve 90, paraja rifiton funksionet e saj në kushtet e tregut, por në një ambient të brisht institucional, për të hyrë pastaj në një fazë të re në 2001 në një regjim bashkëkohor stabiliteti. Këtu libri fiton jo vetëm vlerë historike, por dhe aktualitet institucional. Krijimi i Bankës së Shqipërisë në kushtet e ekonomisë së tregut, ndërtimi i sistemit bankar me 2 nivele, kalimi drejt objektivit të stabilitetit të çmimeve dhe përdorimi i instrumentave bashkëkohor të politikës monetare përfaqëson një nga ktesat më të rëndësishme në historinë moderne të bankingut qendror dhe të ekonomisë shqiptare. Libri ka vlera analitike, jashtëzakonisht njohëse, historike, shoqëruar me një qëmtim shkencor të sistemeve monetare, autoritetit bankar dhe shoqërisë. Një tjetër cilësi e veprës që dua të theksoj është ekuilibri i saj i brendshëm. Autori nuk e humbet asnjëherë masën midis dokumentimit historik, interpretimit teorik. Ai ruan seriozitetin e studiuesit, por shkruan me qartësi. Ai përdor faktin, por nuk mbetet i burgosur nga faktografia. Ai ndërton një rrëfim të argumentuar, ku çdo periudhë e historisë monetare shqiptare shihet në lidhje me kushtet e saj politike, ekonomike dhe institucionale. Pikërisht kjo e bën librin të vlefshëm jo vetëm për specialistët e historisë monetare, por për të gjithë ata që merren me historinë e shtetit shqiptar, historinë e numizmatikës, me institucionet e tij, me modernizimin ekonomik të vendit.
Serioziteti i veprës pasurohet nga dokumentimi grafik i librit, fotografia, gravurat, pikturat ilustrojnë dhe e bëjnë argumentin të prekshëm, të kuptueshëm librin tërheqës. Ky konceptim e kthen veprën në një katalog të këndshëm dhe shton një nëntekst nostalgjik për publikun, ndërsa ruan plotësisht seriozitetin e saj shkencor. Ftoj ta lexoni, me siguri do t'i shkoni deri në fund. Dëshiroj gjithashtu të shpreh një falënderim të veçantë për Akademinë e Shkencave, për ndihmën që i ka dhënë Bankës së Shqipërisë ndër vite nëpërmjet eksperiencës së saj shkencore, nëpërmjet vënies në dispozicion të koleksioneve, si dhe nëpërmjet bashkëpunimeve të frytshme që kemi pasur për kërkime, botime në kujtesën tonë institucionale. Në përfundim, dua të falenderoj dhe Departamentin e Kërkimit në Bankën e Shqipërisë, që ka qenë departamenti më i dedikuar për botimin e këtij punimi kaq prestigjioz, dhe ja kaloj fjalën Besës, që ka qenë personalisht e lidhur me bashkëpunëtorët e saj për botimin, që vërtet është një botim shumë i bukur. Ju ftoj ta shikoni dhe shumë të rreqës. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Besa Prela, prej vitit 2015 drejtoj muzeun e Bankës së Shqipërisë, të punoj pranë Bankës së Shqipërisë gjithmonë e lidhur me botimet që prej vitit 2007. Për mua është dy fisha vështirë të flas këtu sot. Jam shumë e emocionuar dhe kështu besoj se do të mbetem deri në fund të fjalës time. E para sepse si një burokrate klasike, unë kur nuk do të kisha menduar që do të jepja një prezantim në Akademinë e Shkencave. Gjithmonë kam qenë në këtë sallë si dëgjuese. Dhe e dyta sepse do të flas pas vendguvernatores Gjoni dhe kjo është shumë e vështirë për mua. Nuk e di se çfarë mund të them më shumë. Kështu që unë do të flas pak më shumë për fushën e botimit, ose Bankën e Shqipërisë si një shtëpi botuese, që ajo është, përmes tashmë departamentit kërkimeve, por dhe shumë departamenteve të tjera që publikojnë periodikisht dhe departamentit tonë që publikon botimet që ne i quajmë divulgative ose të edukimit financiar dhe botimet jo vetëm të konferencave tërësisht shkencore, ekonomike të bankingut qendror, që jam e bindur që shumë shpesh janë shumë larg publikut, madje neve kemi edhe kështu një si shaka të brendshme që nëse do që të zër gjumi, fillo dhe lexo raportin e politikës monetare, sepse sigurisht ato janë shumë teknike, por edhe botime që si ky i profesor Aristotel Panos, që janë, siç e citoi dhe zëvendësguvernatorja Gjoni, edhe tërësisht shkencore, por i flasin edhe publikut të gjerë. Banka Kombëtare e Shqipënisë, ajo e vitit 1925, kishte një departament botues brenda sektorit, brenda departamentit të botimeve, pra ne jemi rikthyer pak të kërkimeve, jemi rikthyer pak në histori, dhe koleksioni i botimeve të saj është vërtet mbreslënës. Mund të jetë sigurisht propagandistik për arsyet e kohës, kur zhvilloi aktivitet kjo bank, por janë botime me shumë statistika, që ata që din t'i lexojnë, siç ishte për shembull profesor Aristoteli ose Dimitër Pasko, din ta dallojnë propagandën dhe të vërtetën, dhe edhe botime siç bëjmë dhe ne sot mbi historinë. Nuk jam në dieni se çfarë botimesh bënte Banka e Shtetit Shqiptar, sepse ende nuk më ka rënë në dorë një botim i saj. Fatkeqësisht gjithë fondi i botimeve të këtyre dy bankave para Bankës së Shqipërisë nuk është ruajtur, nuk është trashëguar nga Banka e Shqipërisë. Ato janë dorëzuar pranë Arkivit të Shtetit dhe
fatkeqësisht kanë qenë të stivuara në magazina që kam përshtypjen nuk funksionojnë edhe aq mirë. Dhe së fundi, mbas vitit 1992, Banka e Shqipërisë ka nisur publikimet e saj, sigurisht me raportin vjetor, që është një detyrim ligjor, dhe raportet e politikës monetare, por duke nisur, mbase jam edhe gaboj, por duke nisur nga viti 2006, vitet që unë kam filluar punë në 2007 në bankë, kam vënë re që botimet e bankës tonë gjithmonë shtohen titujt, nuk kam aq shumë rigiditet, sepse bankat qendrore gjithmonë janë rigjide për të trajtuar edhe fenomene të tjera që nuk lidhen drejt për drejt me monedhën, siç është për shembull numizmatika, apo me historinë bankare. Pra, ne publikojmë edhe për fëmijët e sistemit parashkollor, pralla, edhe broshura divulgative me kukulla për të shpjeguar stabilitetin financiar, dhe publikojmë edhe libra kaq shkencor sa ky i profesor Aristotelit. Edhe unë patjetër që do të them dy fjalë për përvojën time, pasi ishte shumë e rëndësishme për mua personalisht njohja me Aristotel Panon. Ajo erdhi krejt rastësisht, siç vinë të gjitha gjërat më të bukura në jetë. Kur unë krejt rastësisht pata fatin që të drejtoja projektin e zbatimit të Muzeut të Bankës Shqipërisë, ose tisha një nga ato, jo ta drejtoja unë, po tisha ato drejtuesit e shkallës më të ulët, që ne do të zbatonim një projekt që kishte nisur që në vitin 2009 dhe zbatimi i tij u përfundua në vitin 2015. Në vitin rreth vitit 2013, kur ne ishim unë dhe Arlinda, kolegja ime që është këtu sot në sallë, ishim ende shumë të reja, vinim nga shumë të reja për në Bankën e Shqipërisë, jo shumë të reja në moshë, vinim nga një zyrë e vogël botimesh dhe edukimi financiar, dhe ishim shumë të shqetësuara se si do të vinim koleksionin në vitrina. Sigurisht që ne kishim mbrapa akademikët dhe studiuesit më të shquar të Institutit të Albanologjisë në atë periudhë, duke nisur nga profesor Gjipali, Shpresa Gjongecaj, shumë të tjerë në Vilanika, por na mungonte tërësisht informacioni për historinë, ose që ta kuptonim drejt historinë e numizmatikës së shekullit shqiptare që nis në shekullin e 20 dhe historinë e bankës. Dhe për këtë arsye, zëvendësguvernatorja Gjoni na sugjeroi që të takonim profesor Aristotelin sigurisht, dhe ai u bë bashkëpunëtori ynë shkencor për zbatimin e projektit të Muzeut Bankës Shqipërisë për shekujt 19 dhe 20 dhe 21. Kjo njohje për mua ishte shumë fatlume, sepse aty fillova të kuptoj që nuk e njihja bankën aq mirë sa duhet ta njihja për të drejtuar Muzeun e Bankës Shqipërisë. Dhe si e citoj dhe zëvendësguvernatorja Gjoni, profesor Aristoteli nuk gjykonte, ai gjithmonë të frymëzonte që duhet të kërkoje më shumë, pikëpari që ishe shumë mirë, që duhet kërkoje më shumë nga vetja dhe që mundeshe. Dhe në bisedat e shumta që unë pata me të ndër këto vite, ne arritëm në një prezantim, mendoj tepër rigoroz të numizmatikës, por jo vetëm numizmatikës, po dhe qarkullimit monetar në vendin ton të shekujve 19-21.
Dhe ajo gjëja më speciale që muzeu ynë në këndvështrimin tim personal, por mendoj edhe të zëvendësguvernatores dhe të drejtorit ton, Altin Tanku, që është këtu në sallë. Muzeu ynë ka për numizmatikën e shekullit të 20 dhe qarkullimin monetar është pikërisht paraqitja me përpikmëri që ne i kemi bërë përmes kartmonedhës që profesori e quajti të tregtisë speciale, ai ja vuri këtë emër, nuk është se ky emër ekzistonte, u mendua shumë dhe propozoj këtë emër, të buonave lek dhe bonove të stimulacionit. Dhe përmes këtij prezantimi shumë rigoros dhe arkivave tona të ruajtura me shumë kujdes nga kolegët e thesarit, ne arritëm që t'i tregonim publikut shqiptar, edhe sigurisht publikut huaj që viziton muzeun, një histori shumë interesante, shumë të komplikuar, por që profesori na e dhuroi që ne ta shpjegonim në mënyrë shumë të thjeshtë, gati si një prallë. E them këtë sepse abuzohet në shtypin e shkruar shumë shpesh me qarkullimin monetar të buonave lek dhe bonove të stimulacionit, dhe unë mendoj që sado sensacionale që janë këto artikuj në media, nuk mendoj se janë vërteta dhe se duhet ta lexoni këtë pjesë të librit të profesorit për ta kuptuar shumë mirë këtë histori të rëndësishme dhe shumë kurioze, për mua të paktën personalisht, por dhe për gjithë vizitorët tanë të muzeut. 100 vjetori i një banke qendrore të çdo kombi dhe për vjetori i emetimit monedhës parë kombëtare, që ne e festojmë këtë vit, janë momente që kërkojnë përgatitje, kujdes dhe një vëmendje të shtrirë në kohë, sidomos nga bankat qendrore, por dhe nga shteti në përgjithësi. Dhe në të gjitha bankat qendrore me të cilat ne kemi marrëdhënie, kjo punë shtrihet në një periudhë minimalisht 10 vjeçare dhe me grupe pune shumë të mëdha. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë e ka trajtuar këtë përvjetor si një proces të gjatë pune, dhe ne si Muzeu i Bankës së Shqipërisë na ranë detyrat më të vështira, por edhe më të bukura. Që nga viti 2016, banka i kërkoi profesor Aristotel Panos hartimin e historisë së saj. Kjo ishte një zgjedhje shumë e debatuar mes nesh, sigurisht duke ardhur nga një departament kërkimesh, kërkuesit shkencor pranë këtij departamenti kishin ambicien që këtë libër ne ta bënim vetë. Dhe mbasi debatuam shumë dhe provuam që ta shkruanim, e kuptuam që ishte pamundur që ne ta shkruanim këtë libër vetë. Dhe gjithashtu mendoj se bëm zgjedhjen më të saktë, sepse ne nuk mund të shkruanim vetë për historinë e institucionit ku ne punojmë. Ai e shkruajti këtë libër për afro një vit, sepse e kishte mbledhur materialin në gjithë përvojën e tij jetësore, ju e njihni, kështu që nuk ka arsye që ta shpjegoj pse ai e shkruajti kaq shpejt këtë libër. Kurse ne e ndoqëm, e përpunuam dhe e redaktuam për gati 10 vjet. Dhe kjo tregon dhe pasqyron kujdesin që ne i kemi kushtuar çdo detaj të tekstit të tij. Sigurisht që ky libër është një rezultat i punës kërkimore të gjatë të profesorit Aristotel Pano dhe kërkimeve të thelluara të tij, dhe është një punë shumë e gjatë nga ana jonë për ta ilustruar ashtu siç ishte, siç ne mendonim se ishte e denjë për t'u bërë. Për të përgatitur ilustrimet e këtij libri, ne kemi shfrytzuar arkivat e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, të cilat ndodhen në mënyrë të plotë në arkivin italian
të shtetit në Rom dhe pothuajse në mënyrë të plotë dhe në drejtorinë e përgjithshme të arkivave këtu në Tiranë. Kemi shfrytzuar gjithashtu arkivin e Institutit Luçe, patjetër, arkivat e shumë koleksionistëve, ndërto mund të veçoj Giuseppe Racën, arkiva të ndryshëm të vegjël, po këta janë arkivin e Bibliotekës Kombëtare, patjetër, në Tiranë. Pra këto janë arkivat kryesor që ne kemi shfrytzuar dhe këtu ne nuk kemi nxjerr vetëm imazhe, gravura, piktura, siç edhe e citoi zëvendësguvernatorja, siç edhe ajo e citoi, ne kemi shfrytzuar edhe dokumente origjinale për t'i treguar publikut që ajo që ai shkruan është edhe në dokument. Sigurisht ato të viteve 25 deri në vitet 70 janë edhe më nostalgjike për syrin. Zëvendësguvernatorja, unë nuk mund të flas më shumë për librin se sa zëvendësguvernatorja Gjoni dhe të them diçka më të mençur. Dhe kështu që jam munduar të përzgjedh ose të flas për secilin kapitull për ato gjëra që unë i kam diskutuar me profesor Aristotelin në takimet tona, që ai mi ka shpjeguar dhe sigurisht mua më duken më interesantet, duke qenë se kam lexuar edhe veprat me shumë herë dhe me shumë kujdes për arsyet punës që bëj, duke nisur nga Dimitër Pasko, sigurisht, po edhe autor të tjerë më të hershëm, me librat e tij tepër të famshëm, njëri ndër to 3 problemet mbi bankën kombëtare, veprat e Ilias Fishtës, Kristof Rashrit, Haxhi Shkozës, dhe vepra në të cilat të gjitha edhe Alessandro Rosselit, vepra të cilat të gjitha profesori i citon dhe në disa raste i diskuton. Kështu për shembull, në kapitullin në mos gaboj të dytë, që i dedikohet Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe veprimtarinë së saj deri në periudhën e pushtimit. Siç e citoi zëvendësguvernatorja Gjoni, kjo bankë ndoqi standardin e arit, por në mënyrë specifike dhe të pa diskutuar në një ndër veprat e autorëve tepër të mirënjohur që unë përmenda, kur diskuton për politikën monetare të kësaj banke, profesori diskuton edhe për 3 standardet e arit. Standardin klasik të arit, që është forma më e plotë e këtij standardi, me monedha metalike prej arit që qarkullojnë drejt për drejt në ekonomi, kartë monedha që janë plotësisht të konvertueshme në ar dhe pa kufizim, dhe që vlera e monedhës lidhes drejt për drejt me përmbajtjen e saj në ar. Pastaj është standardi i shufrave të arit, ose gold bullion standard. Në këtë formë, ari mbetet bazë e sistemit, por nuk qarkullon më si në monedhën e përditshme. Kartë monedhat nuk mbehen në monedha ari, por në shufra ari. Konvertueshmëria ekziston, por vetëm për shuma të mëdha. Përdorimi praktik i arit kufizohet te banka dhe institucionet financiare. Ky është një regjim më i centralizuar, ku roli i bankës qendrore rritet dhe ku ari mbetet garanci, por jo mjet i përditshëm pagese. Dhe është dhe standardi i tretë, standardi i këmbimit në ar, Gold Exchange Standard. Kjo është forma e ndërmjetme dhe më fleksibël. Monedha vendase nuk mbulohet drejt për drejt me ar, ajo lidhet me një valutë të huaj, që është vetë konvertueshme në ar, dhe rezervat monetare përbëhen kryesisht nga valuta e huaj dhe jo nga ari fizik. Profesori e nis analizën e tij për bankën duke i shpjeguar në mënyrë shumë të qartë të 3 këto standarde.
Dhe këtu ai diskuton një vepër që të paktën në rrethet e studiusve të Bankës Shqipërisë ka qenë shumë e vlerësuar të studiuesit të Bankës Italisë Alessandro Rosselli, që flet për marrëdhëniet financiare mes Shqipërisë dhe Italisë. Dhe në mënyrë shumë elegante, por me një ndershmëri intelektuale që atë e karakterizonte, profesori debaton me Alessandro Rossellin, edhe ne e kemi diskutuar shumë shpesh këtë debat që ai ka pas në veprën e tij, dhe për këndvështrimet e ndryshme që këta dy autor kanë mbi politikën monetare të Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Përsa i përket dy kapitujve që ai kushton Bankës së Shtetit shqiptar, do të veçoja se ai vlerëson aftësitë e kësaj banke për të vendosur rend dhe disiplinë monetare në një periudhë shumë të vështirë për vendin. Ai nënvizon rolin e saj në organizimin e qarkullimit monetar pas luftës, në zëvendësimin e parasë së vjetër dhe në krijimin e një sistemi të unifikuar kombëtar me lekun si njësi bazë. Një tjetër element që ai vlerëson është kontrolli i fortë mbi qarkullimin monetar dhe mbi çmimet, gjithmonë në kushtet e ekonomisë së komanduar, që kjo bank arriti të ruajë një stabilitet nominal për një periudhë të gjatë. Banka e Shtetit Shqiptar paraqitet si një institucion që funksionon për sistemin, që garantoi një disiplinë të rreptë financiare dhe një kontroll të plotë të flukseve monetare. Një element interesant që profesori evidenton në trajtimin e Bankës së Shtetit Shqiptar është pikërisht ajo natyra e tij që e citoi dhe zëvendësguvernatorja, që koncepte të vështira ai arrinte që t'i shpjegonte përmes diçkaje ose një fenomeni që ty të kujtohej menjëherë që kishte ndodhur gjatë jetës tënde. Ai e lidhte qarkullimin monetar me tregues konkret të prodhimit dhe të konsumit, deri në nivele shumë të detajuara. Në vitet 80, për shembull, planifikimi dhe analizat financiare përfshinin edhe matje të bazës ushqimore, si konsumi i proteinave dhe i produkteve të tjera ushqimore. Këta tregues përdoreshin për të vlerësuar balancat midis të ardhurave monetare të popullsisë dhe furnizimit me mallra, si dhe për të orientuar politikën e çmimeve dhe të qarkullimit monetar. Profesori e shihte këtë si një shprehje të një përpjekje serioze të bankës për të krijuar një lidhje midis paras dhe ekonomisë reale, duke kërkuar që emetimi dhe qarkullimi monetar të mbështeteshin në tregues konkret të konsumit dhe të jetesës, por në të njëjtën kohë, përmes shembujve dhe llogaritjeve që ai bënte shumë të imta vet në tabelat e shumta të këtij libri, ai tregon qartësisht kufit e sistemit, edhe pse me një analizë kaq të detajuar, ai e tregon se si nuk mund të kapërceshin mungesat strukturore të prodhimit dhe kufizimet e një ekonomie të centralizuar. Dhe këtë në fund fare të kolapsit të sistemit në vitet 85-90, ai e tregon me një tabel shumë të thjeshtë, ku llogariten proteinat dhe ushqimet e tjera, që ishte një llogari e tija personale, e bërë bazuar në statistika të ndryshme të mbledhura gjatë viteve, konsumin e proteinave të popullsisë shqiptare në krahasim me vendet e rajonit dhe më pas të Evropës. Dhe sigurisht dhe me tekstin shoqërues. Dhe mua menjëherë më kujtoheshin ato fotografitë e fundit të viteve të 10, ku
unë dhe të gjithë familjarët e mi jemi shumë më elegant se sa njerëzit në të njëjtën moshë siç ishim ne atëherë sot, edhe me një ngjyrë shumë më të zbehtë. Pra, me një herë kur lexoja këtë tekst, më vinin ndërmend këto fotografi dhe se si doja të haja më shumë se një vezë në ditë në këto vite dhe mami nuk ma jepte. Në kapitullin e fundit, krijimi i Bankës Shqipërisë dhe veprimtaria e saj gjatë viteve 91-2014, paraqitet kalimi në një regjim monetar të ekonomisë së tregut. Banka e Shqipërisë organizon politikën monetare, administron sistemin e pagesave dhe mbikëqyr sektorin bankar. Qarkullimi monetar lidhet me stabilitetin e çmimeve dhe me funksionimin e tregut financiar. Në këtë kapitull, kushtuar Bankës Shqipërisë, unë do të them vetëm ato kritikat që ai na ka bërë ne. Profesori vren se ndërtimi i një banke qendrore u shoqërua me vështirësi që lidhen me vetë natyrën e ekonomisë shqiptare në tranzicion. Ai thekson se edhe pse banka fitoi instrumentet bashkëkohore të politikës monetare dhe një rol të qartë institucional, efektiviteti i këtyre instrumenteve mbeti kufizuar nga zhvillimi i dobët i tregut financiar dhe ka një mekanizëm i paplot i transmetimit monetar. Një tjetër kritik lidhet me faktin se politika monetare operon në një ekonomi të ndikuar nga faktorë të jashtëm, si remitancat, kapitalet e huaja dhe kursi i këmbimit, gjë që e kufizon autonominë e saj. Në këtë kuptim, profesori sugjeron se stabiliteti monetar nuk mund mbështetet vetëm tek veprimi i Bankës Qendrore, por kërkon një bazë më të gjerë të zhvillimit ekonomik. Kjo ishte ajo çka unë kisha për të thënë për librin. Në përfundim, dua të shpreh vlerësimin tim për profesor Aristotel Panon, jo vetëm për këtë vepër dhe për gjithë punën që ai ka bërë, për mënyrën se si ai na mësoi ne ta kuptonim koleksionin që mbajmë në Muzeun e Bankës Shqipërisë, por për mënyrën se si ai ishte. Në një libër që bëri shumë furor, shumë bujë në Tiranë, para disa vitesh, të një gazetari shumë të njohur, Tirana e Nonës, e Blendi Fevziu, unë pata kënaqësinë që të lexoja krejt papritmas një kujtim për profesor Aristotel Panon, që Blendi Fevziu nuk e njihte personalisht, por që i bënte shumë përshtypje si një fqinj, dhe ai përshkruante tamam ashtu siç profesori ishte, siç ai e kishte mënyrën e tij të qenit, si një njeri shumë elegant, që kishte një ecje të veçantë, të qetë dhe që impononte respekt pa e njohur edhe për fëmijët. Dhe ai në këtë libër sigurisht kujton edhe atë historinë shumë të famshme që për ne që jemi në bankë që qarkullon për profesor Panon, se ishte habitur shumë kur ish ministri i financave, profesor Anastas Angjeli, kishte treguar se profesor Pano në një raport zyrtar që duhet bënte, në mos gaboj nga fundi i viteve 80, kur ekonomia ishte në zgripet e saj, kishte bërë 2 raporte, duke rrezikuar edhe veten, një si thuhet se është dhe një si duhet jetë. Pra, unë do ta mbyll me një shprehje të Michel de Montaigne, që thotë se çdo njeri mbart në vetvete gjithë përvojën njerëzore, dhe pikërisht kjo qasje e vëmendshme ndaj njeriut dhe ndaj realitetit është ajo që jep vlerë të qëndrueshme edhe punës shkencore. Dua të falenderoj gjithashtu Akademinë e Shkencave, Institutin e Historisë dhe të Arkeologjisë, për bashkëpunimin dhe ndihmesën e përhershme që kanë dhënë për Muzeun e Bankës Shqipërisë.
Faleminderit.